Shikoni çfarë famet bukur ka shkëmbi Kavajës. Është themeli i trevës son nga ana veriore. Këtu ishte takimi i fundit me vendlindjen. Nuk e tont as dallga as Shtangata. Aty ka luftuar Pompei kundër Cezarit, venecianët e quajtur shkëmbi i bar, turqit vunë l'Italia, karakollit dhe ngritën një postë ushtarake afër Hanit Vjetër. Edhe fukaraja këtu ka luftuar me belirat e Shiakut dhe pas tyre fjalëve ja morën me forcë Hangës. O popullin që shkomi Kavajës sot. U thuan gjatë gjithë ditës, kaluan të gjatë Durrësit për mes Shkozetit, kodrët të Rashbullit dhe mbrëmje vonë mbritën Shiak. Të nesër drekën e Hangën e Vorbët bashkuar me vullnetarë të tjerë të ardhur nga Tirana, Elbasani, Sulova, Rogozhina, Martaneshi, Kraba, Shpati, Çermenika, Verça, Peza, Dumria, Darsia, Çermenika. Këtu komandën e mori Sat Pashtoptani, i cili bashkuar me trupat e vullnetarë të ardhur nga Dibra. Në fushkruj, redive ose vullnetarëve, ose rezervistët ju bashkuan krutanët, pushim bën në afërsitë e pilotit, mbasi përpara dolën trupat mërtitore, megjithatë Sati mundi të kalojë pengesën bashkë me 5.000 vullnetarë të tjerë, e tani rruga për Shkodër ishte e lirë. Në Baqallëk kaluan urë dhe tani ishin përballë rrezavës legjendare, kështjellën aq njohur, që kishte qenë për mirë vjet dhe krenaria mburoi lavdis dhe lufta heroike të popullit ton. Për më shumë se 2000 vjet nga armët e parazëve ton, këtu kishte lënë heshat romak, bizantin, ushtri kryqëtare, serb, turq, venecian. Arrestimi i batalionit u bën brenda kalasë Shkodrës, të binin sy në tribun Hasan Rizaj, i emëruar vali i Shkodrës dhe oficerët shtatëmbëdhërisë turke, Abdurrahman Nazif, Karamudini, se dhe Sat Toptani me oficerët vullnetarë. Të 20.000 luftarë të mbrojtjes Shkodrës i dhanë detyra dhe pozicionet e mbrojtjes dhe ato të rezervës lëvizje. Kavajës u caktuar luftonin së bashku me vullnetarët nga Shkodra në Tarabash, Tepe e Bardanjov, Shtoj, e në situatët e veçantë të luftën e gjithë vijën e frontit. U përforcua për qendresën e Vrakës dhe buzë bregut Kirit. Me pritat forta të me djemba u forcua dhe zona e Vokatanës në breg liqenit, dërsa me lehtë ishte fortifikimit të kura mesit. Për ta patur më të lehtë manovrimin në ushtrisë turke e saj vullnetare shqiptare, i lanë shtigje të lira në bregun e Drinit, ndërtim Zadrimës, se dhe nga bregu e Bunës deri në Dorogjak. Mali i Zyrë në shumë e gjithë anë të kufirit, por përqendrimet më të patën e anës së malit, duke djegur dhe shkatruar gjithë shka djeni përpara. Dhe kështu pa pengesa arritën Muriqan. Tu vun topën në drejtim të Bunës, fushën e bregut saj në Shënjesër, morën dhe brigjit e Drinit. Pa pengesa arritën forcat e Kromsërisë deri në Dorogjak. Ushtria e tyre nuk donte të dorëzohej, ishte fortifikuar nga Taraboshi e Kraja e deri te fusha Shtoj. Pasi dojen në shkatruan fshatat Buzkufirit, për 2 ditë balezë zhvilluan disa betejë dobët me vendosit. Në Tarabosh u gjen përballë forcat vullnetarëve të Kavajës. Këtu filloi rezistenca e parë fort me 11 tetor. Balezët u tuan kur panë që dëshmërinë e Kavajësve për të mos lejuar avancimin e tyre. Pyesnin, ç'duan që leshë gjatët këtu? Për të luftuar kundër nesh, Kavaja e tyre është kaq larg kërkesave tona territoriale. Qenë dhe shumë trima e nuk paskën frikë vdekjen. Do të hapin dhe shumë punë. Atë pas ditë Malazis në gjithën për pjetë Taraboshit, të cilë është këtë radhë forcuar me topat e sulmin me artillerie mitrajoza. Kjo ishte përballja e parë e Kavajësve direkt me sulmin malazeze. Buçima e ardhur dhe dëgjuat deri në Shkodër. Në ditë Kavajësve erdhi njësi e vogël ushtarake efektive turke me kryes Sadetin Beun, i cili duke komanduar 3 batalion dhe një kompani mitrajozesh me një bateri artillerie malore kaluan matan Bunës me lundër për të përballuar mikun. Në këtë betejë Sadeti u plagos rënd pas vdiq. Ajo varros me ndërimet të nesme. Kjo mbrojtje heroike shpëtoi Taraboshin. Këtu pushkët u lanë me janë e përleshin të bën trup për jetë për vdekje. Të dhënën zyrtarë Osmanit bën fjalë për 800 malazis dhe 27 shqiptarë turq të vrarë. Kavajësit e matën forcën e tyre, qënë betejën e tarë dhe filluan besimin e vete, se do të fitonin të gjithë përballjet e tjera me malazezët. Nami trimërisë Kavajësve përhap shumë shpejt në gjithë Shqipërinë. Tash unë këtu kam gjithë datat e betejës, po i kaloj shpejt e shpejt, edhe po vi tek përfundimi i saj, pa flas me gojë. Atje u vranë 168 qytetarë Kavajës dhe fshatarë. 250 vjet nga ky batalion i lavdishëm u plagosën. Atje u luftua 7 muaj. Në Llogore kanë flet
edhe kanë përjetu gjithë merët e luftës. Luftëtarët Kavajës, krahas detyrës luftarake, kryen mision human në ndihmë qytetarëve të Shkodrës, kryen edhe bashkimin dhe vllaznimin me pjesën tjetër vullnetarëve shqiptarë që erdhën, atje shënun faqet më të lavdishme. Të gjithë to që u vranë në luftën e Shkodrës janë dekoruar në vitin 1992, fillimisht me vendim të Këshillit, në falet të rrethit Kavajës, të bashkisë Kavajës, se në atë kohë bashki ishte Kavaja, dhe më pas më vonë me dekret presidencial. Fundi i kësaj lufte ishte data 25 prill, kur u dorëzuan gjithë territoret pas nënshkrimit traktatit. Shkodra është dorëzuar mbi bazën e një dokumentacioni të rregullt nga hierarkia e atëhershme dhe bisedimet paraprakë për rreth 2 muajsh, që ishin bërë në atë që quhen gjymrykët ose dogana në Shkodër. Akti i dorëzimit ishte prej 15 pikësh në turqisht dhe frëngjisht. Ndërshkruar nga turku Karamidin Beu dhe trashëgimtari malazez Danilo. Ushtria e përbashkët shqiptare turke do të dorëzonte Shkodrën me këto kushte. Pra, do t'ju them si është përfundimi i kësaj lufte dhe pse Kavajësit ishin fitimtarë. Pika e parë, ushtria mbrojtëse do të largohej me nderime ushtarake e me të gjitha armat e topët që dispononte dhe me një ceremoni nderimi ushtarak. Kjo për të mos i njohur si humbës, por si bashkëpjesëtar të një armëpushimi. 2. Popullsia civile do të respektohej e do të trajtohej mirë nga okupuesit. Do të jepin ushqime për 4 ditë për ushtrinë dhe popullsinë. Faktikisht kjo ishte formula më e mirë e një dorëzimi, por ky dorëzim ishte formula më e keqe për Shkodrën. Shkodra do të rikthehet Shqipërisë në vitin 1914. Shumë të dhëna për të ngjarje janë përshkruar në librin Mbrojtja e Shkodrës e përpiluar nga Abdurrahman Nazif dhe Kimerodin. Të dy këta oficerë shtampallërie, pranë Hasan Riza Pashës, si dhe nga parathënia e këtij libri e shkruar nga kryetari i shtampallërisë turke, Mustafa Fevzi Çakmak. Tashti pse u dorëzu? Edhe si kanë motivu dorëzimin e Shkodrës. Qeveria e Vlorës dhe Ismail Qemali, kryetari i qeverisë atëhershme, shkruante me 22 prill 1913 Esadi në shkruaj tradhtisht me marrjen e zi marrveshën për dorëzimin e Shkodrës pas 7 muaj lufte. E ditë Durhan shkruan, Shkodra u dorëzua, atje vdisin 30-40 veta në ditë nga uria. Cili do që të ishte përfundimi i luftës së Shkodrës, do kufit për Shkodrën brenda, me Shkodrën brenda do të ishin të pacanuar, sepse ishte vendosur në 13 mars 1913 nga konferenca e ambasadorëve dhe në këtë vendim kanë adheruar Austria dhe Rusia. Zonja e Konsit përgjithshëm austriak. Pas 3 ditësh po rebelon ushtarët në Bardhanjohë. Esad Pashës ju deshte ndërhyj personalisht. Ata nuk duan mishkale, por duan bukë. Trimëria heroike e oficerëve nuk e proponon dot faktin elementar dhe forcën bardhore, mungesën e bukës. Njerëzit nuk mund të jetonin dhe një ditë pa bukë. Auselmo Lorekjo, emri i Esad Pashës e njeh jo vetëm Shqipëria, por edhe jashtë saj. Ky emër është i njohur me luftimet të rrethën në Tarabosh, Berdice, Bardhanjohë, duke mbrojtur Shkodrën. Kur Esadi e dha Shkodrën në dorë Marizi, emri mbrojtësit po hyn në arrest dhe në errësirë. Met Fiso dhe Mihal Gromeno. Esadi mbaj mend se mbrojtën në mënyrë heroike, por vetëm uria detyroi të lëshonte qytetin. Nuk kanë shqiptar të drejtë i hedhën të sharë atij, që bëhet të vdesin Miroslav në fortesën e Shkodrës. Mustafa Çakmak, shefi i shtampallërisë turke. Esad Toptani nuk ka bërë tradhti për dorëzimin e Shkodrës. Marlen Verdi, Esad Toptani ka dorëzuar Shkodrën në momentin kur nuk kishte më armë dhe ushqime. Një muaj pasi fuqitë më ja lanë Shkodrën Shqipërisë. Vetë Esad Toptani dhe të tjerë te ky moment e shohin Esadin si shpëtimtar Shkodrës. Tahir Kolgjini, Esad Toptani ka drejtuar mbrojtjen e Shkodrës dhe pas vrasjes së Hasan Rizaj nga data 30 janar deri me 25 prill 1913. Atë gjërfishtë në verbën e tij lirika ngren qiell qendresën e Esad Toptanit në Shkodër.
More toptan që në shpatën tanë dhe binde një shekull në barë ma tanë të raboshi, prap shpatën njesh e priu prap të gjinde, ndeje në vodër spranohet jo kondoshi. Për koincidencë, 25 prilli është data e hidhur për Shkodrën. Me 25 prill largët atët vitit 1479, hordhitën Mehmet Efendiut, valvitën Flamurin dhe Gjysmë Hanën në bedenat e vjetra. Tash unë po vazhdoj me shpejtësi të largohem, e di që e keni dëshirë. Tash si konkluzion, lufta që bëri populli Trevës Kavajës në Shkodër me luftëtarët e tij ishte një luftë patriotike e nisur shumë mirë. E ka përnduar shumë mirë dhe me faqe të bardhë. Dërsa, për këto merita të cilat janë mohuar Kavajës, edhe një traçarik faqe Domnigjani. Nga shumë konkluzione, analiza, dërsime, gjykime që kanë bërë në pjesën më të madhe të çdo kapitulli, me duhet veçoj dhe ato të 60 viteve nga 1878 deri vitin 1939. Ku më rezulton se historia e kontributit të Trevës Kavajës është nga më të lavdishme të historisë së kombit tonë. Po të bën një vlerësim i hyje të bardhë, siç është tradita në shumë vendeve të botës, këto hyje dëgërojnë për të qepën mbi flamuj dhe emblema. Me hyje të bardhë ose hyje blu. Del se Trevës soni takojnë dëgërohet me 5 hyje të bardhë ose blu. Më konkretisht për ngjarjet, mbrojtja e Urqinit 1880-81, ku Kavajësit ishin me afërsisht 200 forca. 2. Kontribut për ngritjen e flamurin Kavaj me 27 nëndori 1912 dhe përcjelljen e Ismail Qemalit në ditën e shpalljes së pavarësisë me 28 nëndori 1912. 3. Lufta e Shkodrës e vitit 1912-1913. 4. Lufta e Vlorës e vitit 1920. Në gjithë këto ka pas batalione Kavajës. Pritje me armë që bëj Italisë fashiste me 7 prilli 1939. Rezulton se kurore emblemës së sistemës së Trevës Kavajës duhet kishte 5 hyje të bardhë ose blu, për afro 60 vjetë. Je i bie kështu që populli Trevës sonë është armatosur mesatarisht çdo 12 vjet për të bërë dhëon nga pushtuesit e huaj. Po të llogarisën në kontributën dhe luftën për shtërimin e dhëon nga pushtuesit nazifashist 39-44, kontributin e Kavajës për fitoren e demokracisë 1990-1992, se kontributin e Kavajës për shtërimin e Kosovës nga agresorët serbë në vitin 1999, kjo kurore lavdishme e Trevës Kavajës dhe stolisët me 8 hyje të bardhë. Këtë vlerësim merituar me kontribute patriotike hereditare, ku Kavajësit kanë nderë gjakun, i takojnë ta bëjnë edhe institucionet qendrore, por më së pakti vlerësojnë vetveten nga pushteti lokal.